Pra është ndryshe ti je dëshmitar, të nxjerrësh emrin e një dëshmitari, është ndryshe ta akuzosh dikë për dëshmi të rreme. Kush janë dëshmitë? Akuzojnë për më? Unë kam akuzuar 6 persona që janë dëshmitar të rrem në procesin gjyqësor ndaj Sali Mustafës. Sali Mustafa është akuzuar me dëshmi të rreme. E njëjta gjë është akuzuar me dëshmi të rreme edhe Pjetër Shala, edhe emrat e tyre të Pjetër Shalës dhe të familjes, ata janë një familje që e akuzojnë Pjetër Shalën. Edhe ata i kam deklaruar, pa i kam thënë. Pra këta janë 2 persona që për momentin është e vërtetuar që janë akuzuar me dëshmi të rreme. Edhe pjesa më e madhe, edhe dëshmitë të tjera që janë në procesin tjetër ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Bas Jakub, janë totalisht të rreme, janë prralla. Pra janë të rreme për arsye se ti i ka akuzuar këta persona për diku të rreth mbi 150 serb të vrarë ose të humbur ose të zgjuar. Ndërkohë që dëshmitë e familjarëve të tyre serbe thonë që kur vinë në proces thonë që fëmijët e tyre, burrat e tyre, baballarët e tyre kanë qenë paramilitar, pra kanë qenë veshur. Në momentin që ti je paramilitar, atëherë këto dëshmi nuk kanë punë në këtë proces, sepse ti e ka akuzuar për krime lufte, të vrasësh një ushtarak, nuk është krim lufte. Krim lufte është vrasje një civil, pra këtu në këto mes kemi vrasje të civilëve. Kemi vrasje të ushtarakëve. Absolutisht, po paramilitarëve. Po. Ç'pun kanë ata në këtë proces? Çdo njeri kishte vrarë paramilitarë. Edhe sa më morën praktikisht shtëpisë. Absolutisht. Pra kjo është problemi. Dhe pastaj thon drejtësi, këtu s'ka çështje drejtësie më. Çka mendoni ju, a do të lirohen ata? Unë uroj që të lirohen, po kjo drejtësia e këtyre, kjo drejtësia e mbrapsht e këtyre ndërkombëtarëve, unë nuk një mendim thotë që një pjesë do të lirojnë, një pjesë do t'i mbajnë në shkallë të parë, pastaj në kur shkojnë në shkallë të dytë mund të lirohen. Cilat do të lirohen sipas teje? Mendimi jot? Unë mendoj që ata do të lirojnë Kadri Veselin dhe Recep Selimin në shkallë të parë dhe pastaj Baca Jakub edhe Hashimi e fitojnë në shkallë të dytë dhe lirohen. A e sheh ish presidentin thotë që përsëri në politikë Kosovë? Unë do të doja që të kthehej. Nga disa deklarata dhe nga disa intervista që ka dhënë në fund, kam parë një stepje të tij që nuk do të përzihet më në këtë. Por ama unë do të thosha që I duhet Kosovë sigurisht. Duhet të kthehet sepse ka një karizëm, ka një ashtu mund ta bëj bashkë opozitën e cila është bër pikë 5. Pra le ta themi, opozita në Kosovë është secila është pikë 5, secila në sabletit kanë fundur duar në xhep edhe po rrin me duar në xhepa. Pajtuna plotësisht. Rrish me duar në xhepa, në opozitë nuk është opozitë. Është sehirlik. Pra hajde dalim dhe bëjmë sehirlik. O bo paterice e pushtetit? Po nuk do të thosha paterice e pushtetit, po pushteti është duke shfrytzuar këtë sehirlikun e tyre. Të paaftësinë e tyre për të bashkuar, të paaftësinë e tyre mungesën e karizmës, mungesën e një individi, një personi që t'i bëj bashkë për një luftë politike. Pra, problemi është një luftë politike, por një luftë politike jo si kjo që bën Albin Kurti, kjo nuk është luftë politike. Luftë politike me të akuza unë në fillim kur filloi procesi politik në Kosovë pas luftës, pra në 10-15 ditë e para ka qenë një proces politik i ëmbël i këndshëm që ishte shembull për pjesën tjetër shqiptarëve. Që si bëhet politika në Kosovë, pra normalisht me ato akuza, po pa akuza të cilat, pa sharje, pa fyrje, pa denigrime, pa këto gjërat dhe edhe procesi zgjedhor ishte i këndshëm. Tash jeni mazizit e ju. Tash juve na keni kopjuar neve dhe kjo është. Jo mazi. Nga njëra anë vërteton që jemi një popull, një komb, pra nuk ekziston kombi kosovar, këto prrallat e kombit kosovar nuk ekzistojnë. Nuk pajtohesh me Xhbeten Spahi që thotë kombi kosovar? Jo, nuk pajtohem se nuk ka komb kosovar sepse komsia e thot Fanoli nga një shprehje pra. Unë jam me Fanolin dhe jo me Nezhmedin ose me gë tjetër. Fanoli thotë që fen mund ta zgjedhësh. Pra fen njeriu e zgjedh. Musliman, katolik, budist, çfarë do të thotë po. Kurse kombin nuk e zgjedh dot se ke lindur. Pra aty ke lindur. Dhe që ta ndrosh kombin, duhet më parë thot marrësh një vul që të bëhet tradhtor. Po. Pra kjo është. Pra un jam me Fanolin, nuk jam me Medivën. Është vërtet. Po kur jemi tek vrasjet që i përmendëm më herët, të vrasjet e pas luftës të eksponentëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kush mendon që se shpeshherë kanë gjujt shiku tek këto? Duhet të kemi një vrasje të pas luftës të eksponentëve politik të LDK-s, unë mendoj që duhet të gjenden brenda rradhëve të LDK-s, sepse nuk ka pasur asnjë edhe le ta shohim shumë aspektin e thjeshtë. Të marrim thjesht ta zëm se nuk kemi lidhje me këtë punë. Dhe po dëgjojmë që një vrasje politike. Okej. Këta që dolën nga lufta krijuan partinë e tyre politike dhe kishin boll akuzën kurriz. Kishte edhe plot probleme sepse kishte edhe sepse duhet të kemi një parasysh një pjesë që dolën nga